Se është publikuar, kjo dihet. Dhe hecja e njeriut në hënë ka qenë e prodhuar në studiot e Hollywood. Pra, e faktuar tashmë. Nuk po flasim për konspiracione. FBI-a e mbylli këtë muhabet që nuk janë avion, nuk janë ballona, se janë dhe ballona që ngrihen për studime spionazhi, për studime atmosferike, Kina ka patur disa të tilla që janë kapur së fundmi. Dhe detyrimisht për të mbyllur gojën e njerëzve që si na hynë në hapësirën tonë avion të tjerë, janë UFO. Edhe kështu kjo u zhvillua, u përpunua dhe mori atë formë pastaj që ishte e pamundur ta frenoje më këtë problem. Domethënë, kjo i përket periudhës së viteve 1945-50 si fillim. Po Shqipëria shprekur ndonjëherë nga këto kuriozitete ose në nivele po flas? Edhe në Shqipëri kemi probleme të tilla. Historinë e parë na i përshkruan Mihal Grameno më 1907. Ai ishte në qetën e Qerqis Topullit. Qeta ndodhesh në malin e Çajupit dhe në një natë të bukur shikoi një flakërim në qiell. Dhe thot atje, pam një flakërim, një dritë të fuqishme e cila zgjati një farë kohe dhe nuk e kuptuam se çfarë ishte. U ngritëm të gjithë thot dhe ndoqëm këtë dhe pastaj ajo u shua gradualisht. Domethënë kjo është, si të thuash, dokumenti i parë në Shqipëri që flitet për një objekt jashtëtoksor, po e quajmë jashtëtoksor. Çfarë ka qenë kjo që kanë parë ata? Mund të ketë qenë një rrufe sferike, e cila ose një yll ose një meteor i cili është shkatërruar në distancë të lartë dhe ka lënë pjesë të vogla që janë djegur avash avash duke ndriçuar e tjera derisa janë më tepër në lartësi duke dhe duke qenë në një maj mali, për shembull, ajri është shumë i pastër edhe ajo atje duket shumë mirë kjo flakërima e këtyre objekteve. Pastaj interesante kjo. Domethënë, këtë e kemi të dokumentuar që në shkrimet e Mihal Gramenos është përshkruar kjo histori e një fenomeni të panjohur, të pa identifikuar. Më tutje pastaj kemi historira që janë edhe qesharake, sidomos mas viteve 60 kemi patur raste të depërtimit të ballonave të huaj këtu, ballonave studimore, që janë rrëzuar në disa vende, janë kapur ande këtej dhe janë identifikuar, por populli i ka i quajtur si objekte jashtëtoksor, ata që i kanë parë. Atje ku ka rënë e kanë parë se në fund ka qenë një ballon. Kështu që në Shqipëri kanë hyrë disa ballone dhe janë interpretuar në forma nga më të ndryshme. Pastaj, pas viteve 1990 në Shqipëri ka patur një, si të thuash, një boom historish ufosh, ku secili mund të tregonte histori ufosh. Dhe ne kemi në disa nga raste, për shembull, më qesharaku është zbritën ufot në Roskovec. Dhe ku vajtën gazetarët e fryn e stërfryn këtë muhabet. Disa i kam dëgjuar për malin e Tomorrit. Po secili shpreh gjën një mundësi për të treguar ca histori që bile kjo e Roskovecit u shkruajt edhe në gazetë, dolën edhe në televizor, 2007 më duket. Dhe atje 2 fëmijë kishin ndezur një zjarr, krijohet një vorbull ajrore edhe i merr ato bëshdilat e gjetëve çka kishin futur ata për të ndezur aty. Edhe ata thanë ç'a ndodhi kështu se u mori era ato ciklonet që krijohen në ambientet. Një grua që ishte aty i tha, zbritën ufot. Për 10 minuta gjithë Roskoveci fliste për ufot. Nisën nga Tirana gazetarët, televizionet edhe vën atje nuk gjejnë. Duke kërkuar ufot. Dhe kështu u kthyen këto, ose një rast këtu zbritën ufot në Kashar. Po në 2007 më duket është edhe kjo histori, një njeri i dehur shef ca projektor të një kompanie që bënte lodra në ajër me një hyra dhe ju bërtet atje në fshat shpejt se zbritën ufot. Për 5 minuta vjen gazetarët dhe u mbush Tirana me historinë e ufove. Pra ka probleme të tilla që në kulturën popullore këto janë bërë të zakonshme dhe ata që i përhapin
Prandaj se janë të vërteta. Sepse i gënjen syrin, ndoshta. Zoti Memushe, shkencërisht ekzistojnë apo jo, përse po, përse jo? Dalim pak nga ndjesia popullore. UFO-t nuk ekzistojnë. Në atë kuptimi që janë objekte fluturues të panjohur, po t'i themi kështu. Nuk ekzistojnë. As kanë ekzistuar, as kanë për të ekzistuar për shumë arsye. Dy fjalë, nëse më lejoni. Po, kemi kohë. Në Amerikë, Trumpi si vjet, presidenti Trump, përveç problemeve të shumta që ka patur me politikën e jashtme të brendshme, gjeti kohë dhe bëri një dekret për këto dokumentacionin e UFO-ve. Dhe në shkurt, në momenti kur filloi lufta me Iranin, ai bëri një dekret që urdhëronte Ministrinë e Mbrojtjes, Pentagonin, FBI-n dhe kush kishte tjetër institucion tjetri që kishte informacione, dosje, materiale për UFO t'i bëjnë publike. Ministria e Mbrojtjes kishte 160 dosje. Filloi publikimin e këtyre dosjeve në maj të këtij viti dhe para disa ditësh unë lexoj aty që ishin publikuar 40 dosje që kam mbledhur që nga 1945 deri tani materiale të vendosura që kanë qenë të klasifikuara për arsye të ndryshme. Dhe atje gjenden që ata që pan UFO-t për herë të parë kanë parë aeroplanet reaktiv, ose kanë parë testimet e raketave, e të tjera probleme. Aty spjegohen edhe shumë fenomene të tjera që në atë kohë nuk kuptoheshin, nuk janë spjeguar dhe janë përhapur si jashtëtoksor, por në fakt kanë qenë probleme të teknike të realizuara aty në terren. Dhe në direktivën e fundit thuhet që deri tani nuk ka asnjë të dhënë shkencore, flasim për të dhëna shkencore, asnjë të dhënë shkencore për ndonjë ekzistencë të jetës brenda sistemit diellor me përjashtim të tokës. Dhe nuk kemi asnjë, është dokument qeveritar ky. Dhe nuk kemi asnjë informacion nga të gjitha kërkimet që kemi bërë për ekzistencën e jetës diku këtu në sistemin diellor. Përderisa brenda sistemit diellor, sa janë mundësitë e shkencës sot, nuk vërtetohet ekzistenca e qenieve të gjalla, do të thotë që nuk ka të vërtetuar shkencërisht. Dhe tani, përse duhet justifikuar këto? Të gjitha fenomenet që shifen, interpretohen ose përpunohen në forma të tilla, sikur janë jashtëtoksore, ndahen në 3 ose 4 kategori. Një janë fenomene natyrore, që shumica njerëzve nuk i dinë, por shkenca i shpjegon, nuk ka asnjë problem. Do me thënë, fillon që nga meteorët, rrufet sferike, format të ndryshme të rrufeve që ne dhe nuk i njohim, po shkenca i njeh, objekte të tjera që përdor njeriu për testim, sot. I që janë sekret. Po e që janë sekret. Pretendohet për një aeroplan me 6.000 km/h, që po testohet. Tani ai ndonjëherë mund t'i duket si UFO. Se lëviz në mënyrë shumë të shpejtë. Shumë të shpejtë, ndryshon pozicionin e tjera. Pra, këto teori, fantazi e teori konspirative, lidhen me probleme teknologjike, që janë pafund këto. Tjetër janë fenomene që lidhen me keq interpretimin e disa të dhënave. Për shembull, kamera të vendosura në avion apo në ashtu për qëllime studimore, për qëllime spionazhi e për efekte të tjera, në largësi të mëdha, dhe ato kërkojnë një rezolucion të madh, japin gabime. Domethënë, fotografohet një objekt edhe anash tij del një objekt tjetër. Është
pjesë e shëmëllimit të atij në kamerë. Do dhe me celular, jo më po, dhe do me thënë identifikimi dhe precizimi i këtyre veprimeve kërkon specialist shumë të zotë. Dhe në fillim, duke interpretuar fotografitë që janë bërë qoftë nga amatorët, qoftë edhe nga studio shkencore, ka patur gabime, keq interpretime të këtyre dhe kjo ka çuar pasaj në rrjedhjen krimin e miteve, konspiracion. Kush është një konspiracion i madh që ekziston për jashtëksorët, për UFO-t? Besoj duhet të dëgjuar shumë. I tha disa në Shqipëri, po në nivel botror ka? Ka. Para disa vjetësh, ai sistemi Gallup ka bërë një studim në Amerikë dhe në disa vende të tjera. Instituti, po. Dhe bile në 2020 më duket atë 2021-shin, rreth 40% të intervistuarve nga ky institut pranojnë ekzistencën e UFO-ve. Dhe këta e shpjegojnë. Do me thënë, personat që besojnë tek UFO-t nuk kanë arsimin e mjaftueshëm, nuk kanë një arsim të mjaftueshëm për të kuptuar këto tregime. Një pjesë janë në efektin e drogës. Sepse në Amerikë, për shembull, pse është kaq e madhe kjo? Në Amerikë, në krahasim me Evropën, në vende të tjera përdoren një drogë e veçantë që quhet LSD-25. Po, ka shumë lloj drogash. Acidi lizergik. Ashtu nga pikpamja kimike, emërtimi kimik është acidi lizergik. Kjo është një drogë e veçantë, e prodhuar nga CIA për qëllimet e veta në vitin 1950 dhe tani ajo është në treg. Është marrë formula dhe prodhohet në treg. Qëllimi i kësaj është se ajo një sasi e vogël është 1000 herë më e fuqishme se kokaina dhe karakteristike e kësaj droge është që njeriu që ndodhet në psikozën e kësaj droge, shef UFO, bën udhëtime në kozmos dhe ndodhet gjithnjë në shoqërinë e jashtëtoksorëve. Ky studim është shkencor, është bërë me mijëra vullnetar. E ka bërë CIA të plotë dhe tani po deklasifikohet. Dhe në Amerikë kjo përdoret shumë. Kjo lloj droge. Kështu që dhe një pjesë e atyre fantazive të UFO-ve lidhet me përdorimin e LSD-25. Ajo Po bëj pak unë pjesën e konspiracionistit dhe diskutimit, po mos është kjo ai dimensioni i munguar i trurit njerëzor që e shtyn që të flasin vërtet me jashtëksorët? Jo, ata që bjen në psikozën e drogës, u duket atyre se ajo droga krijon këtë, është një drogë karakteristike që krijon këtë ide. Po mos është kjo droga që e çon trurin në një nivel tjetër që këta vërtet shikojnë atë që ne njerëzit normal nuk e shikojmë? Po e bëjnë konspiracionistë. Nuk ka asnjë gjë, ajo është thjesht një psikozë. Se si puna e Zotit, po. Janë disa teori që për ta bërë pak edhe me pak humor, si puna e Zotit. Shikon